Shenjat e një shërbese të dhënë nga Perëndia. Kolosianëve 1:24-2:5. Ju ftoj tani ta hapni Biblën bashkë me mua te Dhjata e Re, letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 1, Kolosianëve 1:24. Apostulli Paulu shkruan besimtarëve që banojnë në luginën e Kolosit dhe u thot: Dhe tani gëzohem në vuajtjet e mia për ju dhe po e plotësoj në mishin tim ato që u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e vet, që është kisha, shërbenjësi së cilës u bëra unë, sipas administrimit të Perëndisë që mu dha për ju, që t'ju paraqes të plot fjalën e Perëndisë, misterin që u mbajti fshehtë gjatë shekujve dhe brezave, por që tani u shfaq shenjtorëve të tij, të cilëve Perëndia deshi t'ua bëj të njohur se cila është pasuria e lavdisë së këtij misteri ndër pagan, që është Krishti në ju, shpresa e lavdisë, që ne e kumtuam, duke e paralajmëruar dhe duke e mësuar çdo njeri me çdo urtësi, që ta paraqesim çdo njeri të përsosur në Krishtin Jezus. Për këtë edhe mundohem duke u përpjekur, sipas veprueshmërisë së tij që vepron tek unë me fuqi, sepse dua që të dini ç'luftë të madhe kam për ju dhe ata që janë në Laodice, dhe të gjithë ata të cilët nuk e kanë parë fytyrën time në mish, që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u lidhur në dashuri, dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plotë të mençurisë, për të njohur misterin e Perëndisë, pra edhe të Atit, edhe të Krishtit, ku janë fshehur të gjitha thesaret të urtësisë dhe të njohjes. Dhe ju them këtë, që askush të mos ju gënjej me fjalë joshëse, sepse edhe pse në mish nuk jam aty, në frym jam bashkë me ju dhe gëzohem duke parë rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Amen. Sepse dua që të dini ç'luftë të madhe kam. Sepse dua që të dini ç'luftë të madhe kam. Këto nuk janë fjalët e mia. Këto janë fjalët e Palit. Prandaj i lexojmë në letrën drejtuar Kolosianëve. Në kapitullin e 2, ai i thot kishës në Kolos: Nuk dua të dini thjesht që po luftoj për ju, por dua që të dini sa shumë po luftoj. Këtu ai përdor një fjalë interesante. Kjo është një fjalë e cila përshkruan shërbesën e tij apostolike. Është një fjalë shumë e sinqertë. Është një fjalë e cila tregon thellësinë e ndjenjave të tij për këta besimtar të dashur. Kjo është një fjalë e cila vën në dukje natyrën rigoroze të shërbesës në të cilën ai është thirrur. Kjo është gjithashtu një fjalë të cilën e njohin mirë të gjithë ata që janë të përfshirë në shërbesë pastorale. Vargjet e fundit që lexova sigurojnë jo vetëm për kishën në Kolos, por edhe për kishën në çdo brez. Një standard me anë të cilit mund të përcaktojmë se cilat janë shenjat e një shërbese të dhënë nga Perëndia. Çfarë duhet të bëjnë pastorët në përgjithësi? Dhe si do të jemi në gjendje të vlerësojmë se si duket një shërbesë e dhënë nga Perëndia? Si do të jemi në gjendje të vlerësojmë natyrën e udhëheqjes frymërore? Në këto vargje, para nesh, nuk kemi një trajtim shtërues të kësaj teme, ama sigurisht që kemi një trajtim të dobishëm të saj. Pali shkruan kështu, duke i ftuar besimtarët kolosian që ta shqyrtojnë thirrjen e tij, formën e shërbesës së tij dhe synimet e tij. Realisht, edhe unë ju ftoj që të bëni të njëjtën gjë. Nuk po mendoj më së pari dhe ekskluzivisht për veten time, por po mendoj për natyrën e përgjithshme të asaj se çfarë do të thotë të thirrësh në shërbesë pastorale. Dëshiroj të dallojmë një rrjedhë përmes vargjeve, duke vënë re 3 gjëra. Së pari, modelin e shërbesës së pastorit. Pastaj qëllimin e shërbesës së pastorit. Dhe si përfundim, kënaqësinë e shërbesës së pastorit. Modeli i shërbesës së pastorit. Cili pra është modeli i shërbesës pastorale? Ai model na është siguruar qartë nga apostujt, si përmes udhëzimeve të tyre, ashtu edhe përmes shembullit të tyre. Me fjalë të tjera, nga udhëzimi i tyre dhe nga vetë jeta që ata jetuan. Mbi këtë themel të fortë, Pali mbështetet për ta kaluar stafetën e besimit në duart e pasuesit të tij, Timoteut. Ai e nxit Timoteun sipas të njëjtave parime për shërbesën pastorale që ai vet, apostulli i madh, ka themeluar në mundësitë dhe përgjegjësitë e privilegjuara për të cilat Perëndia e kishte thirrur atë. Prandaj, duke parë se cili ishte modeli apostolik, ne dallojmë që modeli vetëm që kemi për shërbesën pastorale është ai që na është dhënë si shembull nga vetë apostujt. Edhe pse ka një dallim të qartë dhe të dukshëm mes një apostulli, pasi një apostull ishte një nga anëtarët e një grupi të caktuar dhe të papërsëritshëm individësh, dhe një pastori, i cili është njëri prej disa individëve, edhe pse ka një dallim i cili duhet pranuar,
Ka gjithashtu pika të qarta ndër lidhjeje, të cilat mendoj se do të bëhen të dukshme përgjatë studimit tonë. Prandaj, në këtë model për shërbesën pastorale, dua që të dalloni më së pari misionin në të cilin është thirrur pastori. Pali e trajton këtë te Kolosianëve 1:25. Ai thot kështu për marrëdhënien e tij me Kishën. Duke menduar më gjerë se kaq, për të gjitha marrëdhëniet në Kolos, ai thot: shërbënjësi së cilës u bëra unë, sipas administrimit të Perëndisë që mu dha. Kjo trajton pyetjen themelore: si bëhet dikush pastor? Ose e thënë akoma më mirë, si e përcakton Bibla ngjisjen e shërbesës pastorale? Përgjigjja është që ju nuk dilni vullnetar. Përgjigjja është: ju nuk bëni zgjedhjen për të përfshirë në këtë gjë mes shumë zgjedhjeve të tjera. Për shembull, dikush thot me vete: mendoj se mund të bëj këtë, atë apo këtë tjetrën, ose ndoshta mund të jem një pastor. Pastaj mendohet për disa çaste dhe thot: mendoj gjithashtu, mendoj që do të jem një pastor. Nuk është kjo mënyra se si ndodh. Nuk e zgjedh pastori detyrën apo misionin e tij. Shërbesa pastorale jepet nga Perëndia, prej qiellit. Kjo gjë modelohet gjithandej në shkrime, nga thirrja e Perëndisë dhe shërbëtorëve të tij në Dhjetën e Vjetër, gjatë gjithë profetëve, dhe pastaj me dishepujt e deri te vetë apostujt. Bibla e bën shumë të qartë që Perëndia është ai i cili e merr iniciativën në gjithë këtë çështje. Gjatë shtegut të zhvillimit të udhëheqjes son, gjatë këtyre viteve të fundit, kemi qenë duke punuar me disa libra. Një e kemi studiuar me pleqt e Kishës të dielave në mëngjes. Ne kemi studiuar librin Njihet të vërtetën, Know the Truth, dhe kjo ka qenë një nga kohët më të mira, të cilën e kam shijuar në këtë kishë. Me ekipin ton pastoral, kemi qenë duke studiuar një libër të vogël të titulluar Pastor dhe Mësues, Pastors and Teachers. Mirë po, gjatë studimit të këtij libri, Derek Primi thekson këtë gjë, të cilën po ju a sugjeroj juve. Më lejoni ta citoj. Këshilla që jepet shpesh është: nëse ke mundësi ta anashkalosh hyrjen në shërbesë pastorale, bëje. Nëse mund të bësh diçka tjetër, bëje. Kjo është këshill e mençur. Nëse është me vend që një burr t'ia kushtoj veten tërësisht shërbesës së ungjillit, do të ndjej se kjo është gjëja e vetme që mund të bëj. John Riley, peshkopi i Liverpoolit, nga shekulli 19, nuk kishte një ndjesi të hershme thirrjeje për në shërbesë. Dhe kur tregoi për vendimin e tij që të hynte në shërbesë, të gjithë u befasuan. Shpjegimi i tij ishte: unë ndjeva i shtrënguar që ta bëj dhe nuk pash asnjë shtek tjetër të hapur për mua. Si mund ta dish që je i thirrur në shërbesë pastorale, kur në mënyrë absolute s'mund të bësh asgjë tjetër? Nëse mund të bësh ndonjë gjë tjetër, bëje. Kjo sepse misioni, caktimi, vjen nga Perëndia, prej qiellit, në kohën e dur, mbi tokë, tek individ të pazakont. Ti mund të thuash: a mendon se çdo pastor është në rolin e vet si pasojë e një caktimi hyjnor? Nuk më takon mua të gjykoj. Gjithsesi, mendoj se ka tregues të qartë kur Perëndia e ka caktuar dikën në një detyrë dhe po ashtu ka mos përputhje të dukshme kur duket që personi thjesht e ka zgjedhur vetë këtë detyrë. Prandaj, djemve të rinj, në jetët e të cilëve Perëndia ka filluar të lëviz, u them: vazhdoni ta kërkoni atë. Vazhdoni ta ndiqni atë. Por keni kujdes që të mos bëheni si disa prej këtyre mësuesve kolosian, të cilët ishin bërë vetë mësues. Ata të linin mbresa, por ishin edhe të rrezikshëm. Ata ishin si profetët për të cilët foli Jeremia te Jeremia 23, ku vetë Perëndia flet përmes profetit të tij dhe u thot këtyre individëve: unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë profetizuar. Në fakt, do të jetë e dukshme për të gjithë kur një burr është në vendin që i është caktuar në mënyrë hyjnore. Pra modeli është që misioni jepet nga Perëndia. Ai nuk është thjesht një zgjedhje e njeriut. Së dyti, mesazhi është një mesazh i dhënë nga Perëndia. Nëse u hidhni një sy vargjeve që lexuam, do të vini re që te Kolosianëve 1:25, Pali thot se është përgjegjësia dhe privilegji i tij i qartë që t'ju paraqes të plot fjalën e Perëndisë. Të plot. Me fjalë të tjera, jo thjesht të jap disa predikime të vogla për të krishterë të vegjël, që të mos jetë si pastori për të cilin ishte thënë: ai ka 10.000 tekste, por të gjitha predikimet e tij janë një lloj. Prandaj nuk kishte rëndësi se ku ishte në tekst. Ju gjithmonë dëgjoni të njëjtin predikim, çfarëdo që të ishte. Thirrja e Palit ishte që ta paraqiste të plot fjalën e Perëndisë. Kjo nuk vjen si rezultat i 5 minutave studim të shtunën në mbrëmje. Kjo nuk vjen si rezultat i 5 orëve studim.
Kjo vjen si rezultat i orëve të tëra të studimit dhe kjo është pjesë e arsyes që, duke qenë se jam thirrur për t'i ekspozuar vazhdimisht shkrimet, javë pas jave, pleqt e kishës, në hirin dhe mirësinë e tyre, jo vetëm që më kanë rrethuar vetë, por edhe me burra të tjerë, duke e dalluar përgjegjësinë e veçantë që bie mbi mua, dhe duke më mbajtur përgjegjës që ta përmbush atë, pra faktin që ata presin që unë ta paraqes fjalën e Perëndisë në tërë plotësinë e saj. Nuk kam gëzim më të madh. Nuk kam ndonjë dëshirë tjetër. Ky është privilegji i pamas i jetës sime. Zoti më dhënë jetë që të arrij të kuptoj në një farë mase mrekullinë e asaj se çfarë do të thotë të bëj atë për të cilën jam thirrur. Fal mëshirës së Tij shpresoj që predikimi i javës së ardhshme do të jetë më i mirë se ky, dhe që muajt në vazhdim do të jenë edhe më të mirë se ata që kanë kaluar. Një nga përfitimet më të mëdha për mua në javët që do të vinë do të ishte që thjesht të mos kisha përgjegjësinë e së dielës të ardhshme, të diel pas të diele pas të diele. S'mund t'ju shpjegoj dot se si është, e di që ka paralele, por është dhuratë e mrekullueshme nga ju për mua, që të më lironin nga ajo përgjegjësi për 12 apo 13 javët në vazhdim. Dua që të gjithë ta dini se sa shumë e vlerësoj këtë gjë. Kjo për arsye se dua t'i kushtohem leximit, mendimit, lutjes dhe dëgjimit, që të mund të jem edhe më i aftë për ta përmbushur modelin e shërbesës, pasi më është dhënë një mision dhe më është dhënë një mesazh. Te Romakëve, Bibla na thotë që mënyra se si ngjiset besimi është që ai, pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Prandaj, Perëndia përdor fjalën e Tij për t'i sjellë burrat dhe gratë në besim. Dhe Bibla gjithashtu thotë që njerëzit ndërtohen me anë të udhëzimit të fjalës, që ata bëhen të krishterë të fortë dhe të qëndrueshëm. Prandaj, çdo shërbesë e cila e anashkalon ose e nënshmon vendin dhe përparësinë e mesazhit të plotësisë së shpalljes së Perëndisë, është një shërbesë që, në fund, nuk do të sjellë dobi. Ja pse, për shembull, kur Pietri u ripërtëri nga Jezusi herët atë mëngjes, kur u takuan bashk, dhe Jezusi e pyeti 3 herë: "A më do ti mua? A më do mua, Pjetër?" "Po, Zot, ti e di se unë të dua." Ai i tha: "Kulloti qengjat e mi." "Pjetër, a më do ti mua?" "Po, Zot, ti e di se unë të dua." Ai i tha: "Ruaj i delet e mia." "Pjetër, a më do me të vërtet?" "Po, Zot, të dua. Kulloti delet e mia." Është interesante, apo jo, që përgjegjësia e bariut, në fakt, nuk është që ti ushqej delet, në kuptimin që ta marr barin dhe t'u angjesh në gojë. Ka përgjegjësi të caktuara për qengjat, dhe sidomos për qengjat që nuk janë mirë, që ti mbaj afër, ti ushqej dhe t'u jap qumësht me biberon. Mirë po, ju nuk i ushqeni delet. Në fakt, gjyshi im ishte bari. Nuk shikoni barinj me desh të mëdhenj në prehër. E keni parasysh? Duke i lëvizur brirët e tyre në një anë, që të mund të lexojnë gazetën dhe të thonë: "Hajt pra, hajeni barin, hajeni barin." Përgjegjësia e bariut është i udhëheq delet në kullot, dhe ato han. Ato han. Prandaj, pyetja në të vërtetë është nëse barinjt në këtë kish po ju udhëheqin në kullota. Pastaj pyetja tjetër është: apo kullotni ju? Nuk presim që delet e pjekura ti ushqejmë me lug apo me biberon. Pyetja reale është kjo: në mesazhin që po shpallet, a janë idetë e njeriut apo vetë e vërteta e fjalës së Perëndisë? Sepse në Kolos kishte njerëz të cilët shkonin pas lloj-lloj gjërash. Prandaj, në vargun 8 të kapitullit të 2, Pali thot: "Tregoni kujdes se mos ndokush ju bën prej të tij me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit. Mos lejoni askënd që të vi dina Krisht te ju dhe t'ju jap një thes me broshkulla. Sigurohuni që ai burr është një burr me një mision, dhe sigurohuni gjithashtu që mesazhi që ai sjell të ketë qëllimin që t'ju paraqes fjalën e Perëndisë në tërë plotësinë e saj, varg pas vargu, rresht pas rreshti, kapitull pas kapitulli. Ndryshe nga profetët e rrem të Jeremia 23, për të cilët thuhet: unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë profetizuar." Metodologjia është gjithashtu e qartë. Pali është një predikues. Ai po u paraqet atyre, siç thot në vargun 1:25, fjalën e Perëndisë. Dhe në vargun 28, ai po u shpall atyre gjithë sa kanë nevojë. Ai po i qëndron besnik thirrjes së tij. Kjo është pikërisht ajo që na nevojitet. Kjo është mënyra se si duhet ta vlerësojmë se sa mirë po ecin gjërat.
Te kapitulli 20 i veprave, ai thot këtë për shërbesën e tij mes efesianëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndis. Nuk ju fsheha asgjë, nuk u përpoqa të zbukuroja gjërat. Nuk u përpoqa të isha ai tipi i pëlqyeshëm. Nuk jam përpjekur t'ju bëj që të më pëlqeni. Ka gjëra të cilat janë të dhimbshme. Ka gjëra të vështira për t'u pranuar, thot ai. Por unë jam përpjekur, me aq sa ju ma njihni zemrën, që t'ju shpall gjithë këshillën e Perëndis, që, ashtu siç thot Pietri, edhe pas largimit tim, ju të mund t'i kujtoni gjithë këto gjëra. Kjo është prova reale. Derek Prajmi shkruan sërish për këtë gjë dhe thot: nuk është e lehtë të jemi të ekuilibruar në prezantimin tonë të së vërtetës së Perëndis. William Burnsi, një misionar i hershëm skocez në Kinë, shkroi në ditarin e tij: sa e vështirë është që t'i bashkosh në raportin e duhur doktrinën përulëse të paaftësisë së njeriut për të ardhur te Krishti, pari lindjen dhe ofertën falas të Ungjillit, e cila është instrumenti moral që përdoret nga Perëndia në konvertim. O, frymë e Jezusit, shpëtimtarit tim, më udhëhiq mua, një mëkatar të mjerë, të paditur dhe krenar, në përjetimin e këtij misteri madhështor të hirit, që ta di se si duhet t'u shpall Ungjillin tënd të lavdishëm mëkatarëve të tjerë të humbur si unë. Dëshiroj që ajo lutje të jetë edhe lutja ime. O, frymë e Jezusit, shpëtimtarit tim, më udhëhiq mua, një mëkatar të mjerë, të paditur dhe krenar, në përjetimin e këtij misteri madhështor të hirit, që të jem në gjendje, në forcën e misionit, me qartësinë e mesazhit, të mos kem turp për metodologjinë. Është interesante apo jo? Që Bibla ka kaq shumë për të thënë në lidhje me predikimin e fjalës së Perëndis. E megjithatë, ne jetojmë në një kohë kur, nga të gjitha gjërat që ndodhin në kish, asgjë tjetër nuk është nënçmuar më shumë se sa predikimi i fjalës së Perëndis. Njerëzit thonë, njerëzit nuk dëgjojnë dot predikime të gjata. Njerëzit nuk mendojnë më në mënyrë logjike. Mendimet e tyre janë të shpërndara. Ata lexojnë USA Today. Ata nuk lexojnë New York Times. Do të ishte sfidë e madhe për ta që të lexonin London Times. Ajo ka shumë fjalë dhe do t'u nevojitet fjalori për ta lexuar. Prandaj, si do të jeni në gjendje vallë të ndërtoni një kish me një metodologji të tillë? A nuk mendoni se duhet të tërhiqeni pak? Të zbusni gjërat, të futni ndonjë dramë të shkurtër, të kërkoni vajzave të bëjnë ndonjë kërcim, të luani pak me drita dhe ta bëni argëtuese? Në fund të fundit, jeta është e mërzitshme dhe pa gjallëri. Sigurisht që ne nuk do të mbështetemi në këtë metodologji të cilës i ka kaluar koha. Pse ta bëjmë vallë? Përgjigjja është sepse na është thënë ta bëjmë. Është kaq e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Çfarë bëri Pali kur shkoi në qytetin e Korintit, i cili mbizotërohej nga tempulli i Afroditës me 1000 kurtizan fetar nëpër rrugët e tij mbrëmjeve, duke mbushur këtë qytet me prostitucion? Kur ai hodhi vështrimin në horizont dhe pa tempullin e Afroditës, në të cilin mbizotronte dhe ushtroi homoseksualiteti. Kur ai shërbente në krahinën e qeveritarëve romak, të cilët ishin vetë homoseksual të deklaruar. Kur ai rrethohej nga një grup konsumatorësh, të cilët ishin të interesuar që të ndodhnin gjëra dramatike dhe spektakolare, si dhe fjalime të fuqishme. Ai tha: kur erdha te ju, nuk erdha me fjalë mbreslënëse, me urtësinë e njeriut dhe as me oratori të shquar. E pranoj që judejnë të kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë urtësi. I vlerësova pritjet e konsumatorëve. E kuptova qartë se çfarë donin ata dhe vendosa të mos u jepja asgjë nga ato që donin. Përkundrazi, kur erdha te ju, erdha me dobësi, me frikë dhe me dridhje të madhe. Nuk erdha me fjalë të mençura dhe mbreslënse, pasi vendosa të mos di gjë tjetër mes jush, përveç Jezu Krishtit, edhe atë të kryqëzuar. Pse? Sepse kjo është përgjigja e vetme për atë adoleshentin e mërzitur. Në fund të fundit, kjo është përgjigja e vetme për biznesmenin krenar dhe egoist. Kjo është përgjigja e vetme për familjen e coptuar dhe për kulturën që po shkatërrohet. Bota thot, bëj diçka dramatike. Kisha në shumë vende thot, bëj diçka politike. Dua të dini që për 30 vjet kam bërë atë që po bëj, mbi bazën e këtij modeli për shërbes. Dhe nëse Perëndia do të më jap edhe 30 vjet të tjerë, dua ta dini që ka për të qenë po aq e mërzitshme. Është i njëjti mision. Do të jetë i njëjti mesazh dhe e njëjta metodologji. Nëse do të jetë ndryshe nga çfarë dëshiroj, ashtu qoftë. Mirë po, unë nuk kam asnjë synim tjetër. Nuk kam mision tjetër nga ai që kam marrë. Nuk kam mesazh tjetër nga ai që duhet të shpall. Dhe nuk kam asnjë model tjetër metodologjie apostolike.
përveç atij që më është dhënë. Miq të dashur, dua që të kuptoni se të njëjtën perspektivë e kanë edhe kolegët e mi. Qëllimi i shërbesës së pastorit. Sapo kemi thënë pak gjëra në lidhje me modelin e shërbesës së pastorit. Le të kalojmë pak kohë me qëllimin e shërbesës së pastorit. Cili është qëllimi i shërbesës së tij? Nëse sipas asaj që kemi vënë re, qëndrimi i tij është që ta bëjë plotësisht të njohur fjalën e Perëndisë, ai është po aq i interesuar dhe kështu thotë që t'i shohë njerëzit e Perëndisë të bëhen plotësisht të pjekur. A nuk po e thot Pali këtë në vargun 28? Që ne e kumtuam, duke e paralajmëruar dhe duke e mësuar çdo njeri me çdo urtësi, që kjo është një pjesë fjalie, hina në greqisht, që ta paraqesim çdo njeri të përsosur ose të pjekur në Krishtin Jezus. Frazeologjia që përdor Pali këtu është në kohën e tashme të vazhduar. Me fjalë të tjera, ai po flet për një veprim të vazhdueshëm dhe që është bërë zakon. Ai nuk po flet për një qasje bjerit i bie, sipas së cilës gjithçka transformohet si rezultati një të folurit të hollë dhe rezultateve të menjëhershme dramatike. Ai po flet për atë që ndodh gjatë një periudhe kohore. Nëse ka ndonjë gjë të cilën e ka mësuar gjatë 21 viteve të fundit në shërbesën pastorale, është kjo. Bën mirë të shërbesh duke qenë i vetëdijshëm për historinë. Ajo që dua të them me këtë është thjesht kjo. Këtu a them vazhdimisht kolegëve të mi. Pavarësisht se dëshirojmë të kemi një mundësi të madhe në këtë moment në histori, gjithsa mund të na ketë thirrur Perëndia që të bëjmë në këtë moment, është që të rrim me një këmbë jashtë derës në gatishmëri për dikë që do të vijë pas nesh, i cili do të bekohet dukshëm dhe që do të përjetojë një mbledhje të madhe shpirtrash, që qofshim apo jo të suksesshëm në dukje në bazë të numrave, apo sipas çfarëdo kriteri që mund të përdorin njerëzit, të mos e përdorim këtë si mënyrën tonë personale të vlerësimit. Metoda që përdorim është të shohim nëse njerëzit që na janë besuar nën kujdesin ton po rriten në pjekuri, apo nëse kemi një bashkësi njerëzish që gjithmonë kanë nevojë të bashkëpërdore, që nuk largohen shumë nga dera dhe që nuk po përgatiten të dalin dhe të ndajnë besimin e tyre.